Në fshati unë jam kryesori, më i madhi. Po unë jam kapo e fshat. Po erdhe hajde te pano Mersini, atje pano Mersini, ka që shkruan thoj. Hajde atje. Hanë në drejt atje sallata atje pas merr betin dhe xhakalemit. Në fshatra kanë mbetur kryesisht vetëm të moshuarit. Fermerët ankohen për kostot e larta të bujqësisë, duke thënë se dalin me humbje dhe nuk arrin të sigurojnë fitimin e nevojshëm. Sipas tyre është bërë e pamundur të përballohen pagesat që kërkojnë punëtorët sezonal. Pashtu çmimet e plerave kimik mbeten të larta, ndërsa edhe nafta rëndon ndjeshëm kostot e prodhimit. Ju vete punoni tokën apo? Jo, edhe me të tjerët. Vjen ata që kanë mjetet. Kanë ikur njerëzit në fshat? Kanë ikur. Unë kam punuar për para me mjetin tim, por lashesh punoj më edhe punoj me të tjerë, vinë punojnë ata. Po janë shumë çmimet të larta. Mbillen tokat në fshat apo? Ne atje në fshat që ashtu dalim me humbje. Me humbje, do me thënë nuk japëm do të ato që merë ai punëtori, jo të fitojmë ne. Ska, nuk blet mërë, marrësh një kuntal pletje është tokës, 100.000 lekë. Nafta prapo ashtu. Në fshatrat e Urikumit kanë mbetur kryesisht banor të moshuar, shumica mbi 70 vjeç, por punët bujqësore detyrohen të marrin punëtor të rinj, ndërsa sipërfaqet që mbillen varen kryesisht nga nevojat e blegtorisë. Ka ngel një 5%. Kush ja u punon tokën? Marrëm pa Urikumi, marrëm traktor, marrëm. Të rinj s'ka më? Jo, s'ka. Janë mbi 70 vjeç e lartë. Po mbjellin tokat apo pjesa më e madhe? Po ata që kanë blegtori mbjellin, ata që s'kanë blegtori si mbjellin që janë jashtë. Juve në funksion të blegtorisë? Po. Ka edhe fermerë që vazhdojnë të punojnë tokën, por shprehen se punëtorët kërkojnë deri në 50 euro për një ditë pune, çka e bën edhe më të vështirë vazhdimin e aktivitetit bujqësor. Ka ngelur vetëm ne plejt. Edhe në një punëtor i rrallë që mund jetë thot dua 50 euro. Pra ju me merrni punëtor për të punuar tokat? Jo, po punoj vetë i smur, jam me nip me të gjitha atë që kam dokumentat aty, te kjo vajza. Por pjesa më e madhe nuk punojnë? Pjesa më e madhe, jo si kanë lënë, i kanë lënë me qira dikush, po çdo tokë gjelbron, nuk ka tokë bosh, në asnjë vend, për këtë mashtrojnë. Atje. S'kemi për krajen e dur, kemi plerat në maj. Ka vajt pleu na 20-70 ureja. Ka vajtur superfosfati na 23-45. Kjo është munduri vetëm këtu në Shqipëri ndodh. Edhe në Novosel, fermerët thonë se fshati po zbrazet nga banorët. Emigrimi dhe largimi të rinjve mbeten ndër shqetësimet kryesore, që po ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e bujqësisë dhe jetës në zonë. Janë që dhe tërshër hastë. Ndërkohë ka ikur një pjesë e minimis. Pa ajo është bërë zgjidhur ai problem kam. Tokat si punoni apo merrni punëtor? Po punoj me mjete ato, s'punoj. Një ka ikur s'kam që të gjitha mëngojnë. Edhe forca jonë që jemi 70 vjeçare merremi kot me këtu. Fermerët e Novoselës ngren alarmin se mungesa e fuqisë punëtore po e vështirëson gjithnjë më shumë punimin e tokës, ndërsa kërkojnë më shumë mbështetje për sektorin e bujqësisë. Na fshati fitore. Kanë ikur njerëzit nga fshati? Kanë ikur, s'ka fare, 5 shtëpi kanë mbetur. Neve moshatar kemi mbetur. Nuk e merrni punëtor për tokën? Punëtor, po mundëm, po kurse ne paguajmë. Fëmijët e tyre kanë ikur në Itali, në Belgjikë, në Australi, në Amerikë, po s'u der për bukë për vetë e tyre. Do e ndihmojnë për ilaçe, apo çfarë bëhet? Shumë të shtrenjta gjërat, çmimet janë tavan. Të pakënaqur fare jemi hiç, për i bret Zotit. Zoti vetë ndorë.